e fanë edhe lider të dy partive më të mëdha opozitare, nuk I kemi numrat. Nuk I kanë numrat, unë nuk e di se cila do të jetë ajo zgjidhje, por gjithmonë duhet me vlerësu tendencën për me blloku situatën çfarë kemi. Edhe mendoj që është iniciativë e mirë. Unë më shumë kisha thënë që një reflektu edhe partia e parë, edhe një dhënë drejtim sa më shpejt se Po nuk e di tani si do të jetë ajo matematika e numrave prapë, nëse ne nuk I kemi numrat si do të duket ajo qeveri pa vetë vendosin. Por e dim që ka dalë partia e parë zgjedhjet e fundit. Prandaj unë nuk e shoh si ofertë pa vetë vendosin, më shumë e kam pasur si e përgjithshme për një afat kalimtar deri në pranverën e ashme. Por prapë mbetet që leadershipi do të vendos në këtë përmbledhje për krajë. Në rast se do të bëjë, ato duken që janë 15 pika që kërkojnë më shumë kohë se sa periudha që ka kjo qeveri nëse të bëhet. Nuk janë as Bibel, as Koran, ato mund të ndryshohen, megjithatë është një ide fillestare që na duhet më trajtu, po të shohim. Mund të ketë lëvizje, po prapë unë e pasha deklaratën e ish-kryetarit të vendit që tani vija të ashëm mund të ketë ndryshime. Ma shumë një primi të ish-kryetarit të vendit, që ndoshta do ta bëjnë një ofertë që la jap zgjidhje. Cila mendoni që mund të jetë ajo, zotëri Haradinaj? Tash drejtojmë ish-kryetarit.